që tema më falë se ndoshta e zjata tema që do të preki çdo qenie njerëzore, qoftë krye familjar, qoftë i ri, qoftë analist studio, qoftë i sipërmarrës, qoftë shqiptar, qoftë edhe i huaj. Ky është rritimi im, se nuk politika për mua është mision. Politika është i thosht bardhës, zez. Dhe kjo është ajo që ndoshta edhe në vijim, ditë në vijim do ta transmetoni, do ta transmetoni edhe çdo politikan apo misionar në studio. A mund t'ju bëj edhe një pyetje më politike, megjithse kujdo nga ju që ju është bërë sot kjo pyetje nga kolegët, nga të gjithë kolegët, jo vetëm nga Newsi, por nga të gjithë, kanë dhënë një përgjigje që edhe unë do ta jepja, po tisha qenë, po pyetja është çfarë ndodh tani me Partinë Demokratike? Apo do prisni një rezultatet? Kjo ka qenë përgjigje shablon, do prisni rezultatet, pastaj do t'i analizoni dhe pastaj do dilni. Kështu është përgjigje Rita Tabaku, Myslim Murrizi, nuk e di kush tjetër është pyetur. Po unë gjithsesi po e bëj time dhe po ju pyes. Jo, po flisnim i person që është i drejt për drejt. Unë e kam treguar që kam mbajtur qendrimet e mia parimore që nuk shkojnë për një politik të qenurit në karrocën e politikës. Atëherë ma jepni mendimin tuaj në mënyrë drejt për drejt. Ajo që mendoj unë që do të shtrohet pyetja shqiptarëve nuk është çfarë do bëhet me Partinë Demokratike, çfarë do bëhet me Shqipërinë, çfarë do bëhet me zgjedhjet e lira të ndershme, çfarë do bëhet me shqiptarët që një qeverisje, dhe këtu ndoshta ju do të mendoni që unë po bëj politikë në këtë orë të vonë, çfarë si mundet që një qeverisje mas 12 vitesh të marrë me detyrim të t'i quaj shqiptarët robër, pra ne jemi kthyer në kohën e robërisë, duke robëruar me lëmosh ndihmës ekonomike, me lëmoshën e një vendi pune, me dëbimin e të rive nga Shqipëria, dhe këtë ka bërë qeverisja e Rilindje, dhe janë fakte. Unë kam fakte dhe shumë njerëz edhe në këtë qark që fituam 2 mandate, janë mbajtur në presion deri tek personi i ndihmës ekonomike, personi i punësimeve, duke marrë në telefon, duke kërkuar që të votoni X-in apo Y-in. Unë nuk e di kur do bëhemi vend europian, që flasim për pasaportë europiane, ku nuk e pranojmë që zgjedhjet duhet jenë të lira të ndershme, sepse nëse nuk janë zgjedhjet të lira të ndershme, ne nuk krijojmë një njerëz të ndershëm, një njerëz familjar, një familje të ndershme. Dhe kjo është pikpyetja më e madhe që irriton edhe mua në këtë rast, që jam prind, dhe nesër do bëhem gjysh, dhe sot po jap këtë mision në politikë për të treguar që nuk duhet të heshtim, duhet të jemi të drejt për drejt. Shqipëria nuk është një vend europian. Europa 91 që shumë prej nesh e kanë parë në ikjet masive, nuk është ajo që ne mendonim që është sot në 2025. Dhe kjo është fatkeqësi. Lascia perdere për flasën në politikën, nuk ka rëndësi fare jetë si në politikë. Si mund të frustrosh një familje me bukën e gojës? Si mundet që të shkosh në fshatin Beli ku s'ka rrugë, të çosh kutin me mushka, me kalë, dhe të fitosh 75% votave? Si mundet? Më jep një përgjigje. Ka mundësi të bëhet një kauzë ndërkombëtare të studiohet kjo kauzë, se si arrihet, sepse personi që mban atë vend në robëri, me ndihmë dhe lëmosh ekonomike, e ka braktisur dhe aty nuk ka shpresë, nuk ka jetë dhe nuk mendohet që mund të ketë zgjedhje për të marrë letrën e votimit duke buzëqeshur ditën e diel, të vendosësh një kryq të programi të personi që transmeton këtë program dhe në fund të marrësh përgjegjësinë për qeverisën në një vend normal. Kjo është përgjigjja ime. Më falni për tonin, më falni për zgjata shumë, po e kam edhe pak nga ajo çfarë dëgjoj rëndomte edhe nga kjo Shqipëria që duam ta bëjmë si Europa, po kur nuk u bë. Nuk ishte me hatër, ishte me të takuar. Ju takon si drejtues politik i Partisë Demokratike Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Kukësit. Ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe mbetemi në kontakt kur absolutisht për gjithçka tjetër në vazhdim. Falenderoj. Nderuar teleshikues, ishte shumë dhe ju uroj suksese. Faleminderit juve. Nderuar teleshikues, ishte Flamur Hoxha. Atëre një pyetje se na e hodhi topin të kalojmë tek deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi. Petro Koçi, a ishin zgjedhje të lira